Hoxha, pranohet abdesi kur kemi të vendosur qerpik artificial, ashtu kam vepru se kam ditë. Dëgja, ta kuptoj një rregull, çdo gjë që vendoset në fytyrë, ku merret abdesi, ose në krah, që është obligim mu la, ose domethënë flokët i pengon depërtimin e ujit në flokë, ose te këmbët deri te zogu i këmbës, çdo gjë që pengon depërtimin e ujit deri aty, është e ndaluar që me u vendos në momentin kur apo me ekzistu ajo në momentin kur marrësh abdes. Pra edhe në këtë rast, te qerpik ose kujt diçka, përveç asaj meselës që në aspektin fetar vendosja e qerpikëve ose diçka flokëve që është haram, pra Allahi ka falë qerpik çato çka i ki, s'ka problem. Përveç që është haram, edhe në anën tjetër, domethënë nëse pengojnë kur vendoset aty, pengojnë prekjen e ujit te kjo pjesa, themi, edhe kjo është ndaluar ose abdesi nuk e ki tamam. Përveç lejohet pengesë me ekzistu për shkaqe shëndetësore. E ke thy krajin, ke vendos gipsin në krah, ose në kom, ose dikun tjetër, kini plagë në sy dhe ke mshel synin, atëherë lan këtë pjesën tjetër, aty vetëm me fërkan mbi atë fashën. A e kuptum? Çdo sen që pengon nuk e di ata qerpik artificial, përveç për lamat meselen, domethënë që është haram me vendos, nuk e di une a deporton uji ajo, ose të thojt, pyesin për thojt, a ban me i vun thojt. Përveç asaj që është haram me i vun, themi ata nëse pengojnë aty ngjitën, a pengojnë depërtimin e ujit, edhe kjo nuk ban sepse ti nuk ki namaz, se s'ki abdes, pa abdes namazi nuk pranohet. Pra kuptoni të sane si rregullat përgjithshme, edhe mbi ta i ngritni të gjitha përgjigjet e disa problematikave ose pyetjeve tuaja.